është një thonje që i mveshet diktatorit famkeq rus Josif Vissarionovich Stalinit, i cili thot: nuk janë të rëndësishëm njerëzit që votojnë, të rëndësishëm janë njerëzit që i njehin votat. Ti shkon gjallë Stalini e te kesh po procesin elektoral në Mitrovic, sigurisht kesh më thonë, nuk janë të rëndësishëm as njerëzit që votojnë, e as njerëzit që i njehin votat. Të rëndësishëm janë ata që organizojnë trenin bulgar. Çka është pra treni bulgar për cilin është ka folet gjere gjatë 2 ditë të mroma? Treni bulgar me fjalë thjeshta është një metodë zinxhirore e manipulimit votave. Pse i thojnë treni bulgar? Sepse si fenomen ka lind në Bullgari në vitet 90-ta. Qysh funksionon? Që po tham me fjalë thjeshta. Bie fjala faton peci i thot dikujna, ti jap 50 euro nëse më voton mu. Ai thot po, s'ka problem, jep mi paret. Fatoni thot, e qysh më të besuni ty që ti voton për mu. Prandaj një bullgare ka mendu metodën. Qysh o metoda? Bie fjala, faton peci i thot dikujna. Bie fjala. Ti jap 50 euro nëse më voton mu. Ai thot, po s'ka problem, mi paret. Fatoni thot, e qysh më të besuni ty që ti më voton mu. Se thoton e ti dhon paret. Prandaj një bullgare ka mendu metodën. Kur të hysh ti në sallën e shkollës me votu, ata ta dhojnë ty një fletë të thatë të votimit, e ti e merr fletën e thatë, shkon te aja kutia ku kishe voton, amo nuk voton. Fletën origjinale e palën e shtin në xhep, e në kutit votimit e shtin një fletë tjetër të votimit. Një që e ki marrë pi shpis, që kjo që ti e shtin është fals, amo ajo metet në sanak. Tash, ti kur dilsh pi shkollës, shkon i thu Fatonit që unë e nxora fletën origjinale, e cila është e zbrazd. Tash Fatoni, ose farkëshilltari i tij, bie fjala, qatë fletën origjinale, zbrazd, e plotsojnë dhe shkrujnë aty, e votojnë Faton Pecin. Edhe ja japin votuesit radhës, i thojnë, shko tash ti shtinet çto në kuti, e ato që ta dhojnë ata në sallë të paplotësuar bere jashtë. Kur krimi organizohet mirë, bëhen pikat në 4-5 shkolla, 10. Se cili e nxirr të thatë të parën, të jeshtin një fals në kuti. Sigurisht që mrena ditës munden me u procesu mira vota. Për shkak të abuzimeve të kësaj natyre, dikush më i meqëm dikun ka thonë, a dini qysh? Po ja u qesëm fletëve të votimit numrat serik, që do më thonë, fletën që e ki tërhiq në salë, dush me shtin kutit e njëjta salë, për ndryshe nuk vlen. Pra kjo bënd shtir abuzimin, sepse ti dush me i gjetë ata që e shesin votën me shkronjen e njëjt mbi emnit. Pra, nuk e parandalën krejt, ama e vështirësën, sepse nuk është qa që letë me vendos krejt familja e kushërit me e shit votën. A e në rregull dhe i qëtu. Pra, veç e para është problem. Një flet votimi fals. Qka ka ndodhë Mitrovic që na bën me dyshu shumë se treni bulgar është përdur me të madhe dilën. E para edhe ma thjeshta. Në balotazh, veç në Mitrovic, kanë votu rreth 3.000 veta ma shumë se sa që kanë votu në rundin e parë. Kjo nuk ka ndodhur as në Prishtinë, as në Prizren, as në Pej, as në Fushë Kosovë, as në Gjakov. Në rundin e parë, gjithë votojnë ma shumë se ka ma shumë kandidat që dalin teren me lyp votën, ka këshilltar, nuk lojnë guri pa livrit me gjithë një vot. Ai që nuk ka dalë në rundin e parë, zërë që del edhe në dytin përveç nëse i thu apo e shet votën. Kjo që ka thash, është hamendje, nuk është supozim, ama i zhdasht me shti se cilin prokuror me kru pak kryt. Sen i dytë. Në përkutit votimeve në Mitrovic janë gjetë flet votimet pavullosëna. Kuptoje, kur ti shkon me votu në një qendër, e kur ta dhojnë fletën e votimit, është një grua një burë që ta vullos fletën, ta ban me ngjyrë gishtin. Pra, qysh është bo, që mrena kutis me u gjetë flet votimet pavullosëna? Qysh henen që ato fleta që aty?
kanë hy sepse ai pari që e ka nis trenin bullgar, ose e ka printu në shtëpi një fletë të votimit, fals, ose dikush në Sloveni që i ka shtyp këtë fletë votime, i ka da anash do në mënyrë që me u përdor për këtë qëllim. Sani i tretë, deri qtash, jënë gjetë rreth 1000 fletë votime dvullosuna amon kutit gabume. Pra, qysh ka thonë Dostojevski, asnjë krem nuk është perfekt e çtu çalon edhe treni bullgar. Organizatori i skemës kriminale e ka pas të pamundun që me i gjetë krejt ata që i shesin votat në një klas, prandaj ka thonë fytja për do të votojnë ku dën, çaj që e kanë nxjerr votën ka thonë shtini ku dush. Sani 4, më e rëndësishmi, mbi 90% e votave që kanë probleme me numrat serik janë vota për Faton Pecin. Pra, nëse në Mitrovic, rezultati është 48 me 52. Pse vesh 8 që kjo kategori e votav, rezultati është 90 me 10. Sepse është e inxinjerume, është e organizume. Vullneti i qytetarëve është dhunu, prandaj në exit poll-e, kompanit profesionale e kanë huq vesh në Mitrovic. Sepse njerëzit që janë konë pjesë e skemës kriminale nuk janë ndalë me fol para anketuzve, prandaj ka deshtu anketimi. Është mjaft ironike që bashkë sot kur po flasim për vjedhjet votave, prokuroria speciale me ngrit akt akuz ndaj disa zyrtarëve të qeverisë Kurti, përfshi ministren Rozeta Hajdari për abuzim me rezerva shtetënore. Qysh dëni ja bojmë? Ama ata që vjedhin vëje mill, unë besoj që nuk e kanë gojle as pak me vjedh edhe vota veç amunën. Plus seni ma komik e edhe tragjik është që ai hajni strujës me shesher. Martin Berisha ishi përzim të çështja votav, sepse kish biznes me slovent që i kanë prodhu flet votimet e që thanë na falni na ka ndodhur një problem teknik. Këtë kjo situatë është surreale, është e pabesueshme. Qysh është e mundën që çdo tender i Kosovës mu lidh me Sloveni, edhe pas çdo biznesi atje me dal një hajni certifikuar si Martin Berisha. Sigurisht që nuk ka vjedhje më të rëndë se vjedhja e votës ose manipulimi i votës. Kjo është me ta vjedh produktin kryesor dhe më të rëndësishmin të demokracisë. Nuk ka demokraci pa vot lirë, e pa vot sigurt, e pa vot të msheft. Partit duhet me u bë bashk e me mbrojt votën Mitrovic, se nesër ja u vjedhin edhe atyne. E që besa ndoshta ja u kanë vjedh Dilën në fush Kosovë e o Bilic se boll pick ke rezultati. Sponsorët videove të mia janë Mobi Sim, që është sim elektronik, është Riga Farm, është Jysk, është Kafe Pavin, edhe është Buzhala Estate.